Pas tensioneve dhe zarfeve të zinj, një lajm i mirë ka gëzuar banorët e shtëpisë së Big Brother VIP Albania. Një zarf i bardhë ka mbërritur në shtëpi me emrin e Mateos, duke i komunikuar atij një vendim mjaft të veçantë. Në zarfin e lexuar nga Miri, vëllai i madh i ka dhënë një mundësi Mateos që të shkëputet për disa orë nga shtëpia e izoluar. Ku do të shkojë Mateo? Dalja e tij nuk ka lidhje me lojën apo ndonjë penalizim, por me një ftesë speciale. Ai do të jetë i ftuar i mbrëmjes në premierën e sezonit të ri të emisionit Goca dhe Gra, ku do të jap një intervistë live. Sigurisht, kjo dalje ka rregullat e veta. Gjatë gjithë kohës që ai do të qëndrojë jashtë mureve të shtëpisë, do të jetë i monitoruar në çdo moment nga kamerat e produksionit. Lajmi u prit me shumë entuziazëm dhe duar trokitje nga banorët, të cilët vëllai i madh nuk i la jashtë sa eksperience. Ata do të kenë mundësinë që ta ndjekin live nga shtëpia intervistën e Mateos. Ndërkohë, vetë Mateo e priti me buzëqeshje këtë surprizë, duke u shprehur tejet i lumtur për ftesën. Banorët, veçanërisht Brikena, do ta shikojnë atë nga brenda dhe që tashmë të gjithë i dinë pyetjet që gratë e emisionit do t'i bëjnë. Pra, si do t'jetë marrëdhënia që tani e tutje mes tij dhe Brikenës? A ka patur ndonjë shkëputje këto ditë, pasi kemi parë të distancuar, apo ai thjesht po jep sërish kohë? Gjithashtu, ai do të flasë në qoftë se ndjen me të vërtetë që Brikena ka apo jo ndjenja të vërteta ndaj tij. Po juve çfarë mendimi keni për këtë situatë? Komentojeni mendimin tuaj dhe mos harroni të shtypni butonin subscribe për të mos humbur asnjë video të re rreth kanalit ton. Ju faleminderit.